Teknologjia e regjistrimit digital audio në gjykata po ndihmon që drejtësia të funksionojë më mirë në Shqipëri. Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar USAID është angazhuar në partneritet me qeverinë dhe gjyqësorin shqiptar për zbatimin e një nisme të rëndësishme, instalimin e një teknologjie të re të përparuar në gjykatat shqiptare, e cila ndihmon që ato të jenë më të efektshme dhe më transparente. Sistemi i fjalës së fundit në regjistrimin digital audio në sallat e gjyqit vjen në kuadrin e programit për forcimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri JAST. Ai sjell një teknologji të provuar dhe të lehtë në përdorim, e cila garanton proces verbale të sakta, fjalë për fjalë, të seancave gjyqësore dhe u jep fund përplasjeve lidhur me ato që u tha apo jo në sallën e gjyqit. Teknologjia e regjistrimit audio ndihmon në mënyrë efikase procesin e një gjykimi të drejtë, i cili bazohet në komunikimin e plotë të ndodhur në seancat gjyqësore dhe jo thjesht në atë që riprodhohet. Shfrytëzimi i saj mundson rritjen e nivelit të efektshmërisë dhe transparencës gjatë seancave gjyqësore. Gjithashtu, duke pasur parasysh krijimin e rekordeve të pandryshueshme audio, kjo teknologji ndikon në një sjellje me më shumë profesionalizëm dhe etik në to. Sistemi i regjistrimit audio në sallat e gjyqit është i thjeshtë në funksionim. Përdorimi i tij nuk kërkon më shumë se aftësitë që nevojiten rëndom për të punuar me një kompjuter. Të gjitha programet e sistemit janë përshtatur në shqip dhe janë ndërtuar me ndërfaqe të thjeshta që përdoruesit të punojnë me lehtësi. Me anë të programit të raportuesit FTR Reporter, duke përdorur një program të vetëm, fare lehtë, jo vetëm që mund të regjistrohen seancat gjyqësore, por edhe të mbahen gjatë regjistrimit shënime në formë elektronike. Ky program realizon lidhjen automatike të regjistrimit audio dhe shënimeve të mbajtura me orarin e saktë kur ngjarjet e përshkruara ndodhin në sallën e gjyqit. Çdo regjistrim identifikohet nga një përshkrim i cili përfshin numrin e çështjes, emrin e gjyqtarit apo të gjitha anëtarëve nëse çështja gjykohet me trup gjykues, emrat e palëve, objektin apo akuzën dhe bazën ligjore. Këto janë elementet përshkruese të një çështjeje siç përfshihen në sistemin elektronik të menaxhimit të çështjeve gjyqësore. Fal integrimit të sistemit të regjistrimit audio me këtë të fundit, sekretari i gjykatës mund të hyjë në regjistrimet audio të një çështjeje nga dosja e saj elektronike. Regjistrimi audio lidhet gjithashtu automatikisht me datën dhe vendin e zhvillimit të seancës. Për të filluar regjistrimin e një seance, sekretari i gjykatës thjesht shtyp butonin Nis regjistrimin. Dritarët e kohës dhe të nivelit tregues të regjistrimit konfirmojnë me një herë vizualisht që regjistrimi po kryhet. Për më tepër, shiriti treguesi statusit në fund të ekranit jep informacion mbi krijimin e kopjes së rezervë si dhe të arkivimit të regjistrimit. Të gjitha regjistrimet në sistemin e regjistrimit audio ruhen njëkohësisht në kompjuterin e sekretarit gjyqësor në sallën e gjyqit si dhe në serverin e gjykatës. Ashtu si masat e marra për sigurimin e një burimi alternative energjie për pajisjet e sistemit, ky funksion mundëson që regjistrimi në vazhdimsi i një seance gjyqësore të jetë i sigurt. Ndërkohë, protokollet e programuara në sistem garantojnë integritetin e plotë të regjistrimeve audio të arkivuara. Gjatë regjistrimit, fal programit të dëgjimit The Record Player, sekretari gjyqësor mund të dëgjojë 1 deri në 2 sekondat më të fundit të një regjistrimi që vazhdon të kryhet për të siguruar që gjithçka funksionon në rregull. Siç u përmend më lart, sistemi i regjistrimit audio i jep sekretarit gjyqësor mundësinë që të mbajë shënime, të cilat përshkruajnë atë që ndodh në seancë ndërkohë që ajo regjistrohet. Sapo krijohet një shënim, atij bashkëngjitet automatikisht një vulë kohore që vendoset në kolonën e kohës. Ajo shërben për të bërë lidhjen ndërmjet shënimit dhe momentit në regjistrimin audio për të cilin ky shënim është bërë. Sekretari gjyqësor shkruan emrin e folësit dhe pastaj bën shënimin përkatës. Listimet e shënimeve mund të rishikohen, ruhen dhe printohen. Ato lehtësojnë procesin e rishikimit të seancës nga gjykata dhe sipas kërkesës vihen në dispozicion të publikut së bashku me regjistrimin audio.
Sistemi i regjistrimit audio lejon të kufizohet aksesi në informacionet me natyrë delikate dhe personale, të cilat, siç përcaktohet me ligj, nuk mund të bëhen publike. Me udhëzimin e gjykatësit apo kryetarit të trupit gjykues, sekretari gjyqësor mund të aktivizojë regjistrimin me akses publik apo të kufizuar. Pjesa me akses të kufizuar nuk përfshihet në kopjen për publikun të regjistrimit audio të seancës në sallën e gjyqit. Regjistrimi i seancave me dyert të mbyllura është i gjithi me akses të kufizuar. Çdo regjistrim audio mund të dëgjohet me lehtësi duke përdorur programin e dëgjimit të regjistrimeve The Record Player, i cili është pjesë e sistemit të regjistrimit audio. Ky program mund të shkarkohet pa pagesë nga publiku nga faqja e internetit www.fortherecord.com. Ai bën të mundur dëgjimin veçmas të secilit prej 4 kanaleve që përdoren për regjistrimin audio. Do me thënë, kanali 1, ku regjistrohet zëri i gjykatësit apo i trupit gjykues, kanali 2, ai i paditësit apo i prokurorit, kanali 3, zëri të paditurit apo i avokatit, dhe kanali 4, zëri i dëshmitarit. Regjistrimet e seancave gjyqësore në sallat e gjyqit mund të dëgjohen me po aq lehtësi duke përdorur cilindon nga programet kompjuterike më të përhapura për dëgjimin e incizimeve audio. Kjo realizohet fal një komponenti të sistemit të regjistrimit audio, programi administratorit të regjistrimeve, The Record Manager, i cili bën të mundur ruajtjen e regjistrimit në një format audio që ndeshet rëndom. Përveç gjyqtarëve dhe sekretarëve gjyqësor, palët dhe publiku në përgjithësi, duke përfshirë dhe median, sipas kërkesës, mund të marrin kopje të regjistrimeve të seancave gjyqësore. USAID dhe Qeveria e Gjyqësorit Shqiptar janë të angazhuar të sigurojnë një praktikë të unifikuar për përdorimin e sistemit të regjistrimit audio në gjykata, si dhe aksesin e publikut në regjistrimet e realizuara. Ajo përfshin regjistrimin e çdo seance gjyqësore në çdo sallë gjyqi, gjë që do të thotë se palët kanë të drejtë të kërkojnë që të gjitha seancat gjyqësore të çështjeve të tyre të kenë regjistrim audio. Sistemi i regjistrimit audio nxit rritjen e transparencës, efektshmërisë dhe përgjegjshmërisë së gjyqësorit në Shqipëri, si dhe kontribuon në shtimin e besimit të publikut në punën e tij. Duke filluar me instalimin e suksesshëm në gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë, me mbështetjen e USAID-it, periudha mars 2012-dhjetor 2013 shënon shtrirjen e teknologjisë së regjistrimit audio në çdo sallë gjyqi në Shqipëri, duke përfshirë gjykatat e rretheve gjyqësore, ato të apelit, si dhe gjykatën e shkallës së parë dhe ato të apelit për krime të rënda. Ndryshimi po ndodh